Mirëmëngjesi shikues të dashur, si zakonisht kthehemi çdo të mërkuri me rubrikën me këshilla juridike. Ne sot kemi përzgjedhur një temë që është pak a shumë më shumë temë që informative, lidhur me qasjen e drejtësi, qasjen e dokumente, veçanërisht kur kemi të bëjmë me gjykatën themelore të Prishtinës. Sot me neve është zyrtarja për informim me publikun, zonja Mirlinda Gashi. Zonja Gashi, mirëmëngjesi, mirë se keni ardhur. Mirëmëngjesi, faleminderit për ftesën, përshëndetje edhe për juve dhe gjithë shikuesit e emisionit tuaj. Faleminderit që keni gjetë kohë që t'jeni me neve. Ju shikuesit po na ndiqni, natyrisht se në lidhje me qasjen e informacion se si mund të merrni informata ose si mund të orientoni nëse keni ndonjë shqetësim ose ndonjë breng për të në lidhje me çështjet e juaja që keni qoftë me informacione dhe statusin e rastit apo informatat e tjera, natyrisht gjatë kohës sa po na ndiqni, ju mund të na thirrni në telefon, në numrin e telefonit, ose të na shkruani në Viber, natyrisht në numrin e telefonit i cili po shfaqet në ekran këtu, në 048 44 6688, kështu që 6600. Kështu që në ndërkohë, gjatë kohës sa jemi live, natyrisht shfrytëzoni mundësinë që t'i drejtoni edhe me ndonjë pyetje që keni këtu mysafirit në studio. Mirlinda, atëherë para se të fillojmë me këtë pjesën e punës zyrës së juaj për informim me publikun, natyrisht se si zyre ka një përgjegjësi të madhe, mirë, po pak a shumë një informat të shkurt për qytetarët rreth gjykatës themelore të Prishtinës, si funksionon kuadër zyra juaj në kuadër cilit departament apo cilë zyra është dhe si mund pastaj vazhdojmë me pjesën tjetër të informacionit. Atëherë, unë fillimisht ju falenderoj për ftesën dhe mundësinë që përmes emisionit tuaj të paraqesim aktivitetin e gjykatës themelore në Prishtinë, konkretisht aktivitetin dhe punën e zyrës për informim të kësaj gjykate. Si që dihet, gjykata themelore në Prishtinë është gjykata më e madhe në nivel vendi, e cila përfshin në degët në Podujev, në Drenas, në Graçanic dhe në Lipjan. Po ashtu kjo gjykatë, dhe më thonë, ka 7 departamente, ka departamentin special, departamentin për krime të rënda, departamentin për të mitur, departamentin e përgjithshëm, i cili është divizioni për çështje civile dhe ai penale, departamenti administrativ dhe ai i kundërvajtjes. Vlen të theksohet se departamenti special dhe ai administrativ janë 2 departamente të specializuara, të cilat gjykojnë të gjitha rastet nga gjithë Republika e Kosovës. Ndërsa vlen të theksohet edhe fakti se Departamenti Ekonomik deri me formimin e gjykatës komerciale ka qenë, domethënë, pjesë e gjykatës themelore në Prishtinë. Së fundmit, domethënë, jemi në pritje të formimit edhe të degës në Fushë Kosovë, e cila planifikohet që brenda aktivitit të jetë funksionale dhe të veproj tutje. Natyrisht se kjo në Fushë Kosovë, me qenë se edhe studiot e televizionit janë Fushë Kosovë, është edhe një informacion me interes për qytetarët e Fushë Kosovës. Çfarë departamentesh do t'i ketë kjo gjykatë dhe si ju tha që brenda vitit pritet të jetë funksionale. Natyrisht që derisa të funksionalizohet merr sa do pak kohë, jo stafi, jo çështje teknike, ku ta diun mirë, po kjo është një lajm, një informacion shumë i rëndësishëm për qytetarët e Fushë Kosovës. Ku është objekti në Fushë Kosovë, lokacioni mund ta gjejnë apo më vonë do të informohen qytetarët në lidhje me lokacionin. Por është më rëndësi që të bëj një pyetje lidhur me gjykatën degën e gjykatës në Fushë Kosovë. Çfarë do ndodh me ato raste cilët qytetarëve të Fushë Kosovës, cilët i kanë rastet në shqyrtim në gjykatën themelore në Prishtinë, tani në objektin kryesor të gjykatës themelore në Prishtinë. A do transferohen apo do të vazhdojnë të trajtohen në gjykatën në Prishtinë? Unë, domethënë, këtë informacion nuk e kam ende, mirë po shpresoj që do të veprohet njëjtë sikur në për degët tjera. Domethënë, do të gjykohen departamenti civil, penal dhe i kundërvajtjes.
Po sidoqoftë duhet të presim, sepse është çështje e Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe kryetarës së gjykatës. Natyrisht që kjo janë ato proceset administrative. Kthehemi te zyra juaj, te përgjegjësitë dhe roli i zyrës për informim publiku. Natyrisht se ju ballafaqoni me shumë kërkesa, jo vetëm me qytetarë, por edhe me publikun, edhe me media. Zyra juaj është zyra ose pika ura lidhëse në mes të gjykatës dhe publikut. Dhe si mund të drejtohen qytetarët, ku mund të drejtohen me telefon, me email adresë, çfarë lloj kërkesash, çfarë lloj informacionesh mund të marrin përmes zyrës juaj, natyrisht se bazuar në ligjin për qasjen e dokumente publike, secili institucion duhet ta ketë edhe zyrën për informim me publikun, për shkak se bazuar në këtë ligj, kjo zyre duhet të ketë ajo ura lidhëse me publikun për të dhënë informacione. Atëherë, zyra për informim publik në kuadër të gjykatës themelore në Prishtinë, aktivitetin e saj e bazon në informimin publik rreth punës së gjykatës dhe qasjen proaktive sa i përket publikimit të aktgjykimeve, publikimit të vendimeve gjyqësore, si dhe materiale tjera të cilat janë me interes për publikun. Në cilësinë e zyrtares për informim publik të kësaj gjykate, unë vazhdimisht pranoj kërkesa nga mediat, kërkesa nga palët, kërkesa nga shoqëria civile, po ashtu kërkesa kemi mjaft edhe nga institucionet të ndryshme në nivel vendi, për të cilat kërkesa vazhdimisht, domethënë mundohemi që të kthejmë përgjigje. Çfarë kërkesash? Kërkesa zakonisht, këto kërkesa zakonisht, domethënë janë kërkesa për qasje në kërkesa për informata sa i përket rasteve të cilat janë duke u gjykuar në gjykatën themelore në Prishtinë, mirë po kemi edhe kërkesa të cilat janë edhe për raste të përfunduara nga ana e gjykatës, thjesht janë kërkesa për informacione për të cilat palët ose mediat kanë me interes. A keni pas ndonjëherë probleme, a keni sfida kur supozojmë se shpeshherë tash po flas për këndvështrimit mediave, sepse qytetarët informohen përmes mediave lidhje me raste cilët mund të jenë me interes publikun ose zyrtarëve të lartë ose çfarë do lloj rasti i cili është i ndjeshëm, natyrisht se mediat është ajo informata e parë cilat e plasojnë në publik. A keni pas raste të tilla ose a ballafaqoni me probleme të tilla kur supozojmë që qytetarët informohen për një çështje në një proces gjyqësor të ndonjë zyrtari apo kujdo qoftë në mënyrë të gabuar ose duke i referuar informacioneve burimeve jo të sakta, dhe çfarë ndodh me këto raste kur opinioni ose publiku informohet do të thotë nga një informacion i cili nuk e ka burimin e saktë ose burimin e konfirmuar. Atëherë, do më thotë, unë mund të them që në baza ditore përpiloj komunikata dhe njoftime për media, të cilat këto komunikata zakonisht janë të publikuara në web portalin e gjykatës, po ashtu edhe në Facebook të gjykatës, mundohemi me qenë sa më transparent dhe të hapur për publikun. Kemi pasur raste kur, do më thonë, ka pasur raste kur është bërë një ngutin nga mediat, që paraprakisht nuk është marrë informata e saktë nga gjykata themelore dhe do më thonë ka pasur në ndonjë rast kur informacioni ka dalë më herët, sa që do më thonë ende pa u marrë një vendim nga gjykata, informacioni ka dalë për publikun dhe kjo mendoj që nuk është nuk është e drejtë për shkak se nuk i jepet informacioni sakt dhe po ashtu kërkoj që nga media që paraprakisht të kërkojnë nga ne që të japim një konfirmim, do më thonë sa i përket këtyre rasteve dhe mos të dalim me një informacion jo të saktë nga ana e gjykatës. I inkuadroj të gjithë, do më thonë që paraprakisht të shohin edhe faqen e gjykatës, Facebookun, sepse të gjitha informacionet sa i përket këtyre njoftimeve vendosen në këto. Në faqen zyrtare të Facebookut dhe në portalin e gjykatës. Kryesisht këto kërkesa, do më thënë, janë kërkesa për caktimin e masave të sigurisë, kërkesa për rastet kur bëhet shpallja e aktgjykimeve,
Po ashtu në njoftime vendosen edhe aktivitetet e kryetares së gjykatës, si dhe ndonjë aktivitet tjetër që është i rëndësishëm për gjykatën, duke pasur parasysh që na kemi shpesh edhe vizita prej studentëve, vizita prej fëmijëve që dëshirojnë të shohin gjykatën, të marrin informacione më shumë rreth gjykatës dhe edhe ato domethënë vendosen në web portal dhe në faqen e zyrtare të Informacioni është në baza ditore, përditësimi i çdo lloji informate është në baza ditore. Po, Qoftë në portalin e gjykatës, qoftë në faqen zyrtare të gjykatës në Facebook. Supozojmë tash jam qytetari i thjesht, kam një çështje në gjykatë dhe nuk mund të vi në gjykatë. Dhe si mund të marrë informacion rreth landës, statusit landës, si është gjendja statusit landës, kush është gjyqtari apo gjyqtarja që është caktuar që ta trajtoj landën time dhe kështu raste të tilla. Si mund një qytetar të merr një informacion të tillë pa qenë në prezent në gjykatë? Atëherë unë e ceka edhe më herët që domethënë është web portali i gjykatës ku qytetarët kanë mundësi që të kyçen tek statusi i lëndës dhe aty do të marrin informacione se te kush, te cili gjyqtar është rasti, si dhe informacione bazike domethënë rreth lëndës. Mirë po, si gjykatë lënda me emër me mbiemër të personit i cili ka me numër të lëndës, me numër të lëndës, po. Sidoqoftë është në web portalin e gjykatës ekziston edhe adresa zyrtare, emaili zyrtar i gjykatës, në të cilën ne pranojmë vazhdimisht kërkesa, por edhe ata palë të cilët kanë vështirësi në këtë drejtim, unë inkuadroj që të dërgojnë emaila, mirë po paraprakisht i dërgojnë të dhënat e kompletuara me numër të lëndës ose me emra dhe mbiemra, në mënyrë që ne të kemi mundësi të identifikojmë më shpejt këto raste, rrjedhimisht të kthejmë përgjigje dhe të realizojmë kërkesat e tyre. Ne vazhdojmë vazhdimisht të kemi kërkesat të tilla dhe i trajtojmë me prioritet. Mirë, atëherë natyrisht se në lidhje me punën e gjykatës dhe kërkesat ose qasjen në informacione, ne natyrisht si çdo emision ne kemi edhe opinionet e qytetarëve, ekipi gazetarëve të televizionit. Ka marrë opinionet e qytetarëve, propozoj që t'i shohim këto opinione dhe kthehemi sërish në studio këtu për të vazhduar në këtë pjesën tjetër dhe në çështjet e nxjerrjes së dokumenteve tjera të cilat mund të jenë, supozojmë, vërtetimi për punësim apo diçka të ngjashme. Atëherë regjia nëse i kemi voksat, ne shkojmë me voksa dhe kthehemi sërish në studio.
opinionet e qytetarëve kryesisht kishin shqetësimet e tyre në lidhje me rastet cilët janë në gjykatë dhe me vite presin që lënda e tyre ose rastet e tyre të përfundojnë. Nëse një qytetar, supozojmë dëshiron, do të takoj kryetarin e gjykatës dhe t'ja shfaq shqetësimet, sikur rasti i qytetarit që tha kam që disa vite që e kam rastin në gjykatë dhe akoma s'ka fillu me u shqyrtu. Si mund një qytetar që të takohet me kryetarin e gjykatës? A shkon kjo përmes zyrës suaj apo në ndonjë formë tjetër në mënyrë që të organizohet një takim i tillë? Dhe jo vetëm për qytetarët, mirë po supozojmë edhe për mediat, nëse mediat ndonjë media do të takoj kryetaren, si mund të arrijë që takohet sa më shpejt? Atëherë unë mund të them se kryetaria e gjykatës themelore në Prishtinë vazhdimisht ka kërkesa prej palëve, të cilët dëshirojnë të kenë një takim, domethënë me kryetaren e gjykatës, në mënyrë që të marrin informacione më shumë rreth rasteve të tyre dhe kryetaria, domethënë 2 deri në 3 herë gjatë muajit i pranon këto palë, ato palë njoftohen përmes emailit ose përmes nëse ata domethënë dërgojnë ose kërkojnë takime përmes emailit, përgjigjen e marrin përmes emailit ose edhe prej numrave të telefonit. Domethënë kryetaria unë e shoh që është mjaft. Emaili dhe numri i telefonit janë të qasshëm në webfaqen zyrtare. Po, emaili dhe numrat e telefonit janë të qasshëm, mirë, po sidoqoftë palët e interesuara unë i ftoj që të vinë në gjykatë para desha edhe domethënë nëse doni ta shihni është një formular i kërkesës për takim me kryetaren e gjykatës, ku në të janë shënohen të dhënat. T'ja tregoj kamerën. Do thotë secili qytetari i cili don të takojë kryetaren, natyrisht se duhet të shkojë në gjykatë dhe ta plotësoj këtë formular me kërkesë për takim me kryetaren në mënyrë që i njëjti qytetar të mundësohet takimi direkt me kryetarin e gjykatës. Këtë formular ku mund ta marrin qytetarët? Ky formular plotësohet domethënë nga ana e qytetarëve, dërgohet tek zyrtarët përkatës në kuadër të gjykatës. Mandej ata janë të obliguar që këtë formular ta dërgojnë te zyra e kryetares për hapa e të mëtejme. Pastaj, domethënë zyra e kryetares i kërkon informacione nga rastet të cilat ata kanë kërkuar dhe në një mundësi shumë të afërt kryetaria domethënë ftohen edhe nga ana e kryetares. Sepse shumë e rëndësi komunikimi i kryetares me qytetarët, natyrisht qytetarët vazhdimisht shprehin pak kënaqësi në raport me punën, duke pas parasysh që gjykata themelore në Prishtinë është një prej gjykatave më të mëdha, më të ngarkuara, për shkak se 1/3 qytetarëve është pothuajse një numër i madh i qytetarëve jeton në Prishtinë dhe rrethin e Prishtinës dhe natyrisht si gjykatë përfshi edhe ato 2 degët e Departamentin Administrativ dhe Atë Speciale, i cili është në nivel vendi, është e stërngarkuar dhe qytetarët kanë nevojë që të takohen, kanë nevojë që të i shprehin ato brengat, shqetësimet që i kanë dhe sa merr kohë kjo takimi, sa mund të merr kohë aranxhimi i takimit qytetarëve me kryetaren e gjykatës. Natyrisht edhe ajo ka detyrime e obligime tjera, mirë, po sido që tjetë, e mbaj mend në periudhën e kaluar ka qenë një ditë, një javë, e kanë pas kryetari i gjykatës, takim me qytetar, një para dita ose një pas dite ja ka dedikuar vetëm takimit me qytetar. Apo është akoma e njëjta forma, po në baza të kërkesave varësisht prej dhe agjendës që e ka kryetaria? Ju e keni parasysh se si gjykatë më e madhe, thatë edhe vetë, ngarkesa është më e madhe dhe kryetaria domethënë është mjaft e angazhuar, mirë po sidoqoftë ajo gjatë muajit, e thash edhe më herët që i ndan në 2 pjesë ku i pret palët pa asnjë telashe dhe po ashtu unë mundem tash ti inkuadroj palët që me datën 4 prill pritet që të mbahet një takim me kryetaren e gjykatës, ku paraprakisht i ftoj qytetarët që të bëjnë këtë plotësimin e këtij formulari.
me dhënat e kërkuara, që të jenë, do të thonë që dhënat për rastet e caktuara të jenë të gatshme, me 4 prill, do të thonë në ora 13 do të fillojnë takimet me qytetarët, me media, me shoqëri civile, dhe unë e inkuadroj se secili që ka ndonjë rast me ndonjë problematik ose që janë thjesht të interesuar të dinë rreth rasteve të tyre, i ftoj që të vinë dhe të kenë, do të thonë, të jenë të hapur dhe të marrin pjesë në këtë takim. Ju qytetarë, pra të cilët po na ndiqni, shfrytëzojeni këtë mundësi që me datën 4 prill, në ora 13, në objektin e gjykatës themelore në Prishtinë, do të organizohet një takim i kryetares me qytetarë, me shoqërinë civile, me media. Jeni të ftuar, takimi është i hapur, jeni të ftuar që të merrni pjesë, ju të cilët jeni të interesuar natyrisht për çështje specifike apo qytetar për raste individuale, natyrisht që paraprakisht që të merrni përgjigjen e duhur, i drejtoni gjykatës me kërkesë që të keni informacionin nga kryetaria ose nga dora e parë në lidhje me rastin e juaj. Natyrisht se ky takim është organizohet dhe mbështetet edhe në kuadër të projektit cilët ne si Klar dhe partnerët tanë jemi duke realizuar me qëllim të transparencës ose informimit të publikut dhe krijimit atyre raporteve gjykat me qytetarë. Betëm se nuk kemi edhe shumë kohë, jemi shumë afër përfundimit, na mbeti edhe një pjesë të nxjerrja e dokumenteve të cilët janë të nevojshme për qytetarët. Natyrisht se ne mundohemi që t'i këshillojmë, t'i informojmë qytetarët që disa dokumente mund të nxjerren edhe online përmes platformës e-Kosova, siç është vërtetimi për dosjen gjendjes penale, mirë po disa nuk i dinë se si të futen përmes platformës online. Ekziston akoma mundësia, apo është akoma ai shërbimi ku qytetarët mund të vinë edhe fizikisht dhe mënyrën se si mund ta bëjnë këtë kërkesë që të marrin këtë dokument. Po atëherë që nga data 23 dhjetor 2022, do të thonë ka filluar procedura përmes platformës e-Kosova, që qytetarët të pajisen me certifikatën e gjendjes penale, do të thonë nga vendi ku janë. Kjo është më rëndësishme se kjo certifikat mund ta marrin edhe falas dhe shumë më shpejt, pa pasur mundësi që të vinë në gjykatë fizikisht dhe në mënyrë që mos të maltretohen. Mirë po, gjykata vazhdon që të lëshojë certifikata në bazë të kërkesave të palëve, të cilët vinë dhe shprehin interesim që në formë fizike të marrin. Dhe ne kemi në fakt kërkesat të tilla ende fizikisht, mirë po numri është shumë më i vogël. Mirë po gjykata vazhdimisht vazhdon që të lëshojë certifikata, po mendoj për palët e interesuara. Natyrisht që ka dhe raste tilla ku mendojnë që emrat i është hequr ose është fshi nga lista dhe rezulton emri aty, si duhet veprojnë këtë raste? Duhet nisë procedurën që t'i drejtohet me ndonjë kërkesë gjykatës, kryetares, apo si është, sepse kjo shumë rëndësishme, shumë qytetarë duan ta kenë këtë dokumentacion, këtë dokument, për shkak se shumë pondancë edhe kërkojnë një vërtetim tillë të dosjes penale, nëse ka të kalumin e dosjes penale apo e ka të kalumin e pastër. Po atëherë këto janë në rastet kur identifikohet ndonjë rast në certifikatën e gjendjes penale. Sepse gjithmonë këtë gabime teknike. Kjo nuk shkon në kuadër të zyrës përmes zyrës për informim, mirë po është bashkëpunëtorja që mirët me këto çështje dhe palët domethënë bëjnë kërkesë për shlyrje nga evidenca penale dhe ndërkohë janë afatet e caktuara që përmes disa afateve ato edhe përfundohen nga ana e gjykatës. Unë inkuadroj thjesht edhe një pjesë, domethënë i ftoj qytetarët që edhe përmes ndërmjetësimit e kanë mundësinë që rastet i përfundojnë edhe më shpejt. Këto raste mund të janë më efikase, kryen më shpejt, kanë kosto më të ulët dhe krejt në fund merret edhe një vendim gjyqësor
Kështu që është një formë më e shpejtë dhe më e lehtë që qytetarët të përfundojnë punë më shpejt. Po natyrisht se në misionin e kemi trajtuar ndërmjetësimin, ne kemi informuar qytetarët që mënyra më e shpejtë për çështje të caktuara përfshi edhe për veprat penale, të cilat ligji parashef dënimin me burgim deri në 3 vjet, mund të shkojnë poshtë edhe këto raste të përfundojnë me ndërmjetësim. Linda, ne kaq kishim kohë. Unë falenderoj shumë që keni gjetë kohë të jeni këtu bashkë me neve dhe bashkë me publikun që të informoni qytetarët se si mund të drejtohen, se si mund të kenë qasjen e dokumente, si mund të kenë informacion në lidhje me gjykatën dhe punën e gjykatës dhe çështje të caktuara. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve. Atëherë, unë e deshta vetëm jam shumë e vetëdijshme për kritikat e qytetarëve, mirë po çdo herë, domethënë në dy palët është e pamundur që të dalin të kënaqura, andaj i ftoj qytetarët që të vazhdojnë të kenë besim në sistemin e drejtësisë, ta besojnë gjyqësorin e Kosovës dhe t'i drejtojnë gjykatës kurdo që ata konsiderojnë se ju kanë shkelur të drejtat e tyre. Faleminderit shumë. Atëherë edhe një herë po e përsëris për ju qytetarët cilët po na ndiqni me datën 4 prill në ora 13 jeni të ftuar të merrni pjesë në takimin e hapur të kryetarit së gjykatës me qytetarë, me media dhe shoqërinë civile. Të gjithë jeni të mirëpritur në këtë takim dhe shfrytëzoni këtë mundësi që për çfarëdo lloj çështje ose brengë që e keni që të bisedoni drejt për drejt, direkt ja parashtroni këto kryetares së gjykatës së Melore të Prishtinës. Atëherë deri ne kaq kishim për sot, ne natyrisht se do të shihemi javën tjetër në po të njëjtën kohë dhe javën tjetër do të flasim me një temë tjetër, cilën do ta trajtojmë çështjen e privatizimit, problemet, sfidat, drejtat e punëtorëve, kompenzimi dhe çështjet e tjera. Natyrisht se deri atëherë unë ju uroj një javë të mbarë dhe mirëmbëjtje dhe miru takofshim.